Kjo ma vetë tregom, për të bo punë komunë, nëse zgjidhesh, duhet ekip. Edhe kjo është shumë e rëndësishme pasi nuk mundet vetë muhabeti t'i bëje krejt, cili është ekipi jot, cilin e mendon në ekip. Realisht, unë e njoh nga afër shumicën e administratës komunale, i kam shok një pjesë të madhe të tyre, a njoh kapacitetet e tyre, pas zgjidhjes time si kryetar komune, nuk do ketë ndryshime drastike brenda menaxhmentit apo administratës komunale. Kuptohet në disa sektor ku do duhet përforcim, do punësim profesionist, dhe kuptohet kabinetin duhet ta bën kryetari i komunës, një shef kabineti apo diçka tjetër çka do ta ketë të besueshëm për punët e komunës edhe punët të cilat duhet të mbahen herë për herë për ndërmjet tyre derisa t'u shfaqin opinionit projektet edhe planet çka i kanë për banor. Normalisht se kur ndrohet kryetari i komunës, të gjithë mendojnë se ai do t'i ngucë vendin e punës. Edhe kështu që dua një garancë për ato që e ndjekin dhe janë të punësuar. Realisht e kam cek edhe jo te ju edhe më parë, se jo vetëm administrata komunale, po do me thonë edhe arsimtarët në shkolla fillore, edhe të punësuarit në administratë qytet Shkupit, edhe kadë që janë që nuk kanë vendime pune, nuk do rrezikohet në asnjë moment vendi punës së tyre.